Këtë javë janë regjistruar 2 raste të vdekjes nga gripi, ndërsa bëhet fjalë për 2 fëmijë të moshës 3 dhe 4 vjeç nga Kërçova dhe Gostivari, të cilët ishin hospitalizuar në klinikën për fëmijë në Shkup. Gjatë javës së parë të këtij viti janë lajmëruar 8067 të sëmurë nga gripi. Sipas raportit të Institutit për Shëndet Publik për javën e fundit, janë regjistruar 2 raste me vdekje lidhur me gripin. Bëhet fjalë për fëmijë të moshës 3 dhe 4 vjeçare, njëri nga Kërçova dhe tjetri nga Gostivari. Ata kanë qenë të hospitalizuar në klinikën për smundje të fëmijëve në Shkup, në departamentin e kujdesit intenziv. Mëtej në raport shëndron se është duke rënë numri të smurve nga gripi, por megjithatë ende është në nivel shumë të lartë. Gjatë javës së parë të vitit 2017 janë paraqitur 8067 të sëmurë nga gripi, që paraqet zvoglim prej 14.9% në krahasim të javës së kaluar, kur kanë qenë të paraqitur 9485 raste. Në sezonin 2016-2017, numri i përgjithshëm i të smurëve nga gripi është 23843. Edhe në këtë javë ashtu sikurse edhe në të kaluarën, më të sëmurë janë regjistruar në territorin e Shkupit, ndërkaq më shumë raste të paraqitura janë nga Strumica, Manastiri dhe Kavadari.